Shiko, Eri, se ti i ke trajnimet shumë shtrenjta, edhe normalisht në biznesi që unë jam, në këtë pozicion që jam, nuk mund ta përballoj dot një trajnim shtrenjtë. Po, është e vërtet. Unë i kam trajnimet e shtrenjta. Kam trajnimet e shtrenjta sepse është lloji i biznesit që unë i shërbej që është i shtrenjtë. Por duhet kuptosh një gjë. Nëse se po flasim për trajnimet shtrenjta, flasim edhe për një vlerë të shtrenjtë, një përfitim të shtrenjtë. Produkti shumë i shtrenjtë. Produkti shumë i shtrenjtë. Kam një produkt që klientët gjithmonë ankohen e thonë, ma uli çik, ma uli çik. A është kjo që e shqetëson biznesin tënd? Welcome to the club. Të njëjtin gjë kam pas edhe unë. Gjithmonë klientët ankohen për produktin e shtrenjtë. Po mbamën diçka. Në qoftë se klienti thotë, produkti është i shtrenjtë, ai nuk ka të qartë vlerat që produkti jot jep.